është historike përsa i përket zgjedhjeve në Shqipëri, realizimi i votimit nga jashtë dhe numrat tregojnë interesin e lartë të votuesve shqiptar të cilët banojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë për të votuar atje ku ata kanë vendbanimin. Numrat janë ato në fakt që tregojnë që impakti i votës së tyre do të jetë domethënës. Njëkohësisht janë qytetar të Bashkimit Evropian, kudo ku ata duan të shkelin, duan të ulen, duan të qëndrojnë dhe duan të lëvizin. Është premtimi i saj më i madh, është futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe mendoj se kjo ka qenë karta më e fortë që Partia Socialiste ka luajtur gjatë këtyre zgjedhjeve. Një mision tjetër kemi, një objektiv tjetër kemi, për të cilin ne do të bëjmë çdo sakrificë. Dhe kjo është të japim kombit moshën e rinisë, ta sjellim prap kombin në rininë e tij. Mendoj se duhet votojmë Partinë Demokratike, pasi kemi nevojë për një ndryshim për mirë, me premtime që mbahen, ndryshe nga 12 vitet e fundit të qeverisjes. Agresiviteti, retorika e ashpër politike nuk e ndihmon standardin edhe të procesit zgjedhor. Ndaj thirrja ime shkon për një adresim të qetë nga anë e tyre të mesazheve kundrejt votuesve, me qartësi, por qetë dhe me vetëpërmbajtje.